meqense në vitin 2014 Kushtetuesja ka dhënë një komentar për tërë ato procedurat që në çdo rast partisë së parë i takon kryetari i parlamentit. Ka qenë ai ngërçi i atëri vlanit, mund të them, me PDK-n dhe por nuk ka më çdo detaj, çdo normë juridike të fut në raste të tilla se a duhet të kemi, se tash vetë vendosja ose partia që ka dalë fituese ka bërë një ankemim që mund të shkojë edhe deri në 60 ditë për atë se a mund të kemi votim të fshehtë apo të hapur. Dhe në këtë drejtim aspektet ligjore të presidentes kanë qenë deri këtu. Presidentja ka rritë dhe ka bërë një konsult javën e kaluar me partitë parlamentare për caktimin e zgjedhjeve lokale që janë afati kushtetues, do thotë i tyre është në tetor dhe që përfundon 4 vjeçari i kryetarëve të komunave dhe asamblezëve dhe tentohet ndoshta këtu është edhe ai gërçi që mund të kemi zgjedhje të përbashkëta lokale dhe parlamentare. Por ajo çka është më rëndësi, them, presidenti Osmani në aktivitetin diplomatik ka luajtur një rol, ka pas disa vizita të rëndësishme dhe mund të them që është një zë që në institucionin e presidentit ose përgjithësitë të institucioneve të Kosovës ka kontakte, mund të them, jashtëzakonisht të mira me faktorit ndërkombëtar, vizitat e saj qoftë në Vatikan, qoftë në pjesën perëndim lindje, edhe në Indonezi dhe Bornei dhe aktivitetet e saj diplomatike, mund të them drejtën, në takimin e forumin diplomacisë që u mbajt në Antali të Turqisë, dhe gjitha këto mendoj që ka një farë boshllëqe ka zavendësuar, por kompetencat e saj janë ato që janë dhe nuk mund të krijoj, mund të them, ka fuqi efektive për të kërkuar që e keni një afat ose shpërndaj parlamentin. Këtë nuk e ka mundësi ta bëj presidenti. Këtu dua të ndalem pak sepse është përfolur në media që zonja Osmani mund të jetë më aktive në politikë duke krijuar një parti të re përpos LDK-s dhe guxon. Si mendoni ju, si do e ndikonte nëse do vinte në një parti të re klimën politike në Kosovë? Mendoni se do kishte një përkrahje shumë të madhe nga populli kosovar zonja Osmani? Kjo është sepse mandati i saj është deri në prill. Është jemi saktë datë, por vit 2026, do thotë tani kemi hyrë në atë fazën po konsumohet mandati i saj 5 vjeçar. Nëse ka shenja që arrihet një unitet, sepse njerëz kanë dëshirë të jenë presidenta, bilator jetën kanë dëshirë të jenë kryeministë dhe presidente, nuk është edhe në komunizëm dhe në demokraci, nuk dallojmë shumë, me thënë drejtën, në ato epshet apetitet e karrierës. Dhe po që se kjo ka nohatur që nuk ka gjasa që të krijoj atë 80 voqin brana në parlament dhe konsenzusin që ti vazhdohet plus 5 vite, e atër do të shkoj në solucionin e saj me gjasë të formoj parti politike. Sepse në raportet me Guxo, që mund të them e ka formuar atë parti, nga kolegë të afërt rreth saj, dhe por sot më duket që ka një divergjencë, duket që ka me këtë listën Guxo, dhe dëshiron që me dalin skenën e subjektit të ri, me si udhëhece dhe kryetare këtij subjekti X, nesër mund të jetë pastaj balans i disa proceseve politike në Kosovë, sidomos të asaj që ka të bëjë me zgjedhjet eventuale të reja. Tash mendoj që afërsia e saj me LDK-n burimin e ka atu. LDK-ja mund të pres që të kenë pastaj një bashkëpunim për një listë përbashkët me partinë e Vjosa Osmanit. Krejtën mund të them spekulime. Nuk ka, po mendojmë që armja politike mund të jetë, po që se nuk merr mandatin edhe për 5 vite për presidente. E atëherë do të kemi një situatë jashtëzakonisht interesante. Duket që ka një reputacion, ka një ndikim, e tash au ndikimi i pushtetit, sepse duket ai Ben Blushi ka pas thonë një fjalë me Partinë Libra, duket Shqipëri ka pas qenë aja fjalia që
e mbylla partinë se shqiptarët e dojnë pushtetin, jo opozitën. Nuk mund tash kjo mund të provohet, pastaj pa pushtet mund të provohet. Por besoj me sa shifet pjesa e LDK-s që ka qenë votuese e VV-s mund të afrohen të Vjosa Osmani. E këtu LDK-ja mund të pret, sepse LDK-ja nuk e besoj që e mirë pret sekretare partije, sepse ata që vinë kryt partisë asesi nuk shojnë pe. Do thotë është e pamundshme të jetë të zavendësoj Abdigjiku në këtë rast. Mirë po koalicionet brenda mund të jenë që ose një listë përbashkët që mund të sjellin ndonjë benefit në këtë rast LDK-s, por edhe subjektit të zonjës Osmani ose tash presidentes Osmani, sepse epiteti i tillë nuk i jek, edhe ka një epitet një jetë që presidenti jetë ndoshta gjithë jetën. Sidoqoftë, mendoj që spektri politik në Kosovë mund të them një kolerat të ri, por kjo varet, mund të them, nga momenti kohë, por edhe proceset e tjera me të cilat sot nuk jemi në situatë e mirë, them drejtën, përgjithësi çdo evolim i situatave, qoftë të lindjet të afërt, qoftë në luftën në Ukrainë, kanë impakt edhe në Ballkan. Unë për atë po them, është jashtëzakonisht, shef, institucionet e Kosovës mund të krijohen për 5 minuta. Por nuk ekziston vullneti, se apetitet janë mëdha dhe apetitet e njerëzve, të cilët mund të them kalojnë paranojë. Dhe paranojat nuk mund të afrojnë kompromis. Paranoja frigohet edhe fëmijëve, edhe gruas, edhe familjes. Paranojat e tilla janë edhe si aspekt social. Edhe politikë janë më të rrezikshëm, ose të pushteti. Dhe në këtë drejtim, mendoj që kemi nevojë të kemi ne kemi kriju klasa politike aksidentale të rastit. Dhe ata që kanë kërku këto të mirat e benefitet e pushtetit, tash është problem t'i largojsh. Nuk ka rëndësi a ka nivel as ka nivel. Ata tash janë në atë pozicion që janë gjendje shantazhime, probleme të bëjnë, mos të çojnë dorë nga ato benefite. Po protestat në Serbi që zhvillohen kundër Aleksandar Vučić, si konsideroni ju, duke marrë parasysh që presidenti serb është shprehur se këto grupe të buesish janë nxitur më shumë nga politikanët kosovar? Tash është një manipulim për Kosovën brendshëm, sepse çdo gjë që përmendet me Kosovën dhe shqiptarët në Serbi, pastaj merr një frym tjetër dhe e tëra kjo mendon Vučići, mendon që gjitha këto i bin kont, e rimbursojnë, ta quaj kështu në fjalorin bankarëve, sistemit bankar, që atë japin forcë për ta mbajtur pushtetin. Gjitha këto, shefrin, Serbia e ka një situatë fragilitetit mes shtresave të ndryshme, sidomos partive politike dhe lëvizjes studentore në këtë rast. Lëvizja studentore në Serbi ka të quajtur ato plenumet që mbahen në mbrëmje dhe e bëjnë një, mund të them, refresh të gjitha asaj aktivitetet e tyre të përditshme. E kanë pas një sukses protesta, por protestuesit dhe gjenerata e tillë e cila proteston në Serbi e ka një problem që nuk ka lider i cili është identifikuar, por edhe me përvojë, sepse nga studentët si gjenerata të reja nuk më pritet që mund del ndonjë lider i cili mund t'i merr përballë proceset e ndryshme, qoftë të brendshme, qoftë të jashtme. Por sidoqoftë është shaj e mirë, sepse fillet e zhvillimit të një shoqërie ose të një sistemi janë lëvizje studentore. Por ata kanë edhe një që është jashtëzakonisht pozitive, që nuk dëshirojnë opozitën ta fusin në organizim të tillë, sepse ata mendojnë dhe kanë drejt që edhe pushteti edhe opozita nuk dallojnë shumë për nga korrupsioni, format të ndryshme. Dhe këtë drejtim tash kem një situatë jashtëzakonishme, sepse në Serbi në opozitë Dragan Xhillasi ish partia e Zoran Xhinxhiçit, e cila ka pasur edhe Kurbashjakun në Beograd. Dhe mund të them disa kemi korpusin e partive të cilat janë nacionaliste, nuk ka shumë disponim, mund të them, nga ikonografia e protestave shihet që ndaj Kosovës është një situatë e njëjtë, mund të them drejtën. Dhe kanë një bindje të njëjtë. Ndoshta mund të jenë edhe më ekstrem. Dhe kjo tregon e tëra që pastaj disponimi anti-evropian, them drejtën, Serbi nuk është, sidomos mund të them, disponimi për
për në NATO, që Serbia ka deklaruar në platformën e saj të militarizimit, do thotë si vend neutral. Dhe por aspektet rreth integrimeve evropiane janë ato të cilat Serbia në një farë mënyrë dëshiron të banat karrikën e treshës Rusi, Kinë, Unioni Evropian, plus 4 për të Atlantikut Amerikan. Dhe kjo tëra e bën jashtëzakonisht komplekse situata e Serbi. Por edhe pushteti që tani mund të them i konsumuar, shif njerëz kur rrin 12 vite, 14 vite në pushtet, është mund të them një kohë që nuk sjell diçka më mirë, nuk ka produkt më të mirë. Por kjo situatë në Serbi do thotë edhe partive proruse, sepse shifni, Vučićin janë 3 faktorë Serbi që rrezikojnë. Është ushtria, shërbimi i inteligent, qoftë i ushtrisë edhe ai civil, i BIAS, dhe Kisha Ortodokse Serbe. Por kupolli gjithë kësaj është Kosi, Kisha Ortodokse Serbe. Dhe në këtë drejtim mendoj që ai gjinet para një situate ku mendoj që ka mundësi të operoj nga loja ti me perëndimin dhe interesat me trup, po me kokë dikun tjetër. Në aspektin, do thot fizik, tentojnë që proceset të përfitojnë, dhe kanë përfituar nga, sepse Serbia është anëtare kandidate për Unionin Evropian, dhe mendoj që integrimi i saj mund të sjellë benefite, bile edhe tash ka benefite, sidomos në raportet që kanë të bëjnë me tregtinë e mallrave serbe, apo edhe ato që ka përfituar Serbia nga këto procese. Por e ka kapitullin 35 kaptina, 35 që marrëveshjen obligative dhe ligjore me Kosovën, dhe të antarësimi është problem. Ose do hyjnë bashkë, do hyjnë gjitha një numër i vendeve të Ballkanit. Këtë rast unë besoj që Shqipëria me malin e zi, ato fjalës e Antonio Kostës dhe shumë përfaqësuesve evropian, 29-30 Shqipëria dhe Maqedonia, por meqense nuk them që francezët nuk e mbajnë fjalën, meqense presidenti kroat ka tërhekur vërejtjen, që është një bllaf politik i cili jepet për konsum sepse nuk mund të ketë pranim në këto vite. Por sidoqoftë do thotë tema te Serbia, mendoj që protestat e tilla kanë fituar dhe kanë marrë një kaje që kërkesat e tash kryesore e protestuesve në Serbi është zgjedhjet parakohshme parlamentare. E si do dalin pastaj rezultatet? Besoj që këtu do të luhet loja, po që se bëhen zgjedhjet në një afat të shkurtër, këtë vit, atëherë këtu loja e madhe do të luhet, nuk ka mundësi më të ketë keqpërdorim dhe vjedhjet e votës. Zoti Bilali, unë ju falenderoj jashtëzakonisht shumë për këtë intervistë. Ishte kënaqësi dhe ju falenderoj dhe juve.